Përkthehemi këtu në studio, tani jemi në kuadër të rubrikës Shneta, një rubrikë që trajtojmë probleme edhe gjithçka që ka lidhje me shëndetin. Do të ndalemi sot tek diçka që nuk e kemi trajtuar më herët, siç është mbjellja e flokëve, një trend në rritje kohëve të fundit, po shohim shumë persona, madje edhe personazhe publike, të cilët veç të po e praktikojnë këtë, ndoshta jo vetëm vendin tonë, po gjithku në botë veç ky trend është në rritje. Do të diskutojmë me Miminin Avakazi, që është përfaqësuese e klinikës Vatanmed Ballkane. Do të flasim pikërisht për trendin në rritjeve dhe mbjelljes së flokëve në vendin tonë. Përshëndetje zona Avakazi. Përshëndetje dhe juve. Kënaqësi shumë të pas studio me diskutu për këtë temë, tregova në prezantim që nuk e kemi diskutuar më herët, kështu që po flasim sa për këtij trendi. Pse po ndodh ndoshta kjo? Tash zgjedhja më e mira për gjinin mashkullore dhe gjinin femërore është tash tutja është mbjellja e flokëve. Dhe se është përveç në trendi që është në botë gjithë botë, ka qenë tash është edhe në trend edhe në Kosovë. Po e shohim shumë persona se veç po shprehin interesim me bo këto që ndoshta më herët nuk ka qenë shumë prezente. Më herët në Kosovë nuk ka qenë, po njerëzit kanë vazhduar për trajtime jashtë vendit. Ka qenë në Turqi, në Shqipëri, ndërsa tash edhe diaspora dhe shqiptarët e përzgjedhen që të bëjnë mbjelljen e flokëve këtu në vendlindje. Ndoshta kjo është arsyeja sepse ka avancuar shumë teknologjia dhe metodat sot janë shumë më të mira për mbjelljen e flokëve, ndoshta ka më pak dhimbje, rezultatet janë më të mira. Ç'është ndodh kjo? Më herët kanë qenë disa metoda më të vjetra, kanë qenë disa dhimbje, ti themi dhimbje, ashtu kanë qenë një proces ka qenë i vështirë. Tani me teknikat e reja dhe me metodat e reja, kjo vetëse është liruar, është bërë më e mirë, kështu që pse jo mos t'i mbjellim flokët në këtë kohë. Kur dikush veç është interesuar me bën mbjelljen e flokëve, sa e ka të garantuar suksesin? Kështu sa mundet ai me pas qartë që ka me dalë me një rezultat shumë të mirë? Më së pari ne duhet të dinë që suksesi garantohet do thot në bazë pjesës donuese. Duhet të ketë qartë pacienti, do thot pjesën donuese sa e ka produktive, aq më mirë do të bëhet edhe mbjellja e flokëve. Ne japim garancion 100%. Do thot që e bie një garancion me të vërtet shumë efektiv dhe klientat tek ne do thot me të vërtet kanë sukses dhe janë të kënaqur me dukjen e tyre. Po e shohim që një trend shumë i madh për mbjelljen e flokëve është edhe tek meshkujt, po sa janë të interesuar ndoshta edhe tek femrat. Qysh qëndrojnë sa i përket gjinisë, ka interesimi për po? Do thot nëse i ndajmë me përqindje, atëherë 70% mund të them mashkull, ndërsa 30% janë edhe femnat. Edhe femnat kanë një problem tek rramja e flokut. Kështu që edhe ata bëjnë përzgjedhjen edhe tek mbjellja. Kur ndoshta është mosha ideale për me bën mbjelljen e flokëve, sipas jush, profesionistë në këtë fushë, kur mundet me qenë ndoshta idealja? Në fakt, mosha ideale ne do thot normalisht në këtë botën është mbi 20 vite. Por ka njerëzit të cilët e presin një periudhë, një kohë që të kaloj, ka edhe djelmoshat e ri, siç them, që kanë një humbje të madhe, drastike kanë të flokëve dhe ata nuk kanë se çka të presin, për shkak se sa më kualitative që është pjesa donuese me moshë, ashtu shkon edhe mbjellja e flokëve. Do thot mbi 20 vjet të rënë. A ka raste kur vetë kryet me sukses intervenimi i parë dhe nuk ka nevojë ndoshta intervenimi i dytë? Gjithsesi, unë thash edhe më herët që ajo varet prej rramjes së flokëve. Nëse është një pjesë, ajo gjithsesi është garantuar. Por nëse është mundësia, do thotë që nuk mundet, faktikisht nëse nuk mundet mu përfundu me një seancë, atëherë ne i tregojmë pacientit që nuk do të ketë sukses dhe mirëmi vesh me pacientin i cili e pajtohet me këtë dhe është i lumtur me dukjen e tij. Po më intereson me ditë prej pacientëve cila është pyetja që e vojnë më shpeshti. A kanë me mdal flokët? A kanë me mdal flokët? Kur kanë me mdal edhe a kanë me mdal? A kanë me mdal është e para dhe a kanë ndonjë indikacion. Po më duket sa po e shoh kompleksi për me mbjell flokët edhe me dal rrugëve me flokë mbjellura vetë është largu tashmë. Jo, tash përpara ka qenë trendi i qelave, ti them, tash është trendi i flokëve. Tash është me këtë metodë, me sistemet, me mbjellje, me klinikat të mbjelljes së flokëve ka filluar tash trendi me mbjell flokët edhe me dal me flokë. Kur po përmendet trendi, me njerë po më shkon mendja tek fytyrat publike dhe të famshmit, të cilët pa hezitim po tregojnë që po e bëjnë mbjelljen e flokëve, madje pa e treguar që po shihet rezultati dhe ndryshimi që po e kanë në kokë me flokët e shtuar, po e shohim edhe disa prej personazheve që kanë tende që janë, edhe po japin një shembull shumë të mirë që kujdesin ndaj vetes edhe më dok më bukur s'ka asgjë të keqe. Është normale, do të thotë edhe unë pajtona dhe ka disa, për shembull këtu i shohim disa që kanë bën mbjelljen e flokëve, me të vërtetë kanë suksesshme. Daudin këtë rast e ka seancën e dytë duhet ta bëj. E ka pjesën e sipërme të kokës të pambulume, besoj që na përzgjedh edhe neve, kështu që e thras publikisht. E thrasi publikisht marrë dhe me mbjellë. Që nuk do të
shgënjehet. Dardani s'është keq. Dardani mirë është, jo mirë është. Po nuk ka pas nevojë Dardani shumë një ndërhyrje shumë të madhe, ka pas vetëm golfet, to dy anësoret. Ka pas nevojë për ndërhyrje sa publiku me vrejt që ka bërë. Që para dhe pas. Ashtu është. Dy golfet, siç e thash, dy pjesë të këndej fare. 10 vjet më pak po Edhe dohet. me të vërtet po ndryshojnë janë. Vinë klientat cilët nga një herë i përshëndeti kështu me një pyetje, deri sa të shoh dhe mbusqesh edhe tash mos sidomos me maska, tash edhe i shikoj kështu edhe ndalna, përshëndetje kur ti shoh, m'fal. I kërkoj zakonisht i kërkoj falje se nuk i njeh. Edhe personi që diskutohet më shumë për mbjelljen e flokëve dhe suksesin që ka pasur është padyshim Naim Abazi. Naim Abazin e përshëndes shumë. Pak jo që se ka pas nisë, ju kanë shtu flok, po është edhe nuk është edhe një mbjedhje shumë e suksesshme e zotit Naim Abazit. Është pak do thot pjesa para, do thot është pak e dështume tash, unë po folem në mënyrën profesionale, se e kam analizuar shumë Naim Abazin. E ke analizuar. Edhe këtë ftoj publikisht, mundësisht nëse ki mundësit pjesës donuse është fjala. Pse është largu ky kompleks i mbjelljes flokëve? Ku mendoni që është suksesi që meshkujt mos po hezitojnë edhe më ardh? Po duken bukur. Po më herët ka qenë ideja që më duk bukur, po ka qenë paragjykimi ndoshta ka qenë më i lartë, i ke mbjell flokët. Ajo mundet me qenë, po tash për shofin njerëzit që sikur të femnat. Pjesët estetike janë, dukja tek femnat të ndryshon ka disa investime që bëhen tek femnat. Disa të mashkujt është vetëm floku, gjë e cila me të vërtetë është shumë e rëndësishme. Po më intereson, zotin Rampazi, ndoshta mundal pak më shumë tek procesi. Sa është i vështirë si proces, sa merr kohë, sa mundet me qenë ndoshta stresuese pjesa që me hy në operim, nëse mundemi me e quajt? Do thotë si proces, mbjedhja e flokëve zgjat nga 5 mundet të shkojë deri në 9 orë, 10 orë këtë varet nga mundësia donuse. Nëse është një sasi e madhe të grefteve që do t'i aplikojmë, ajo normalisht dihet që do zgjat më shumë orë. Procesi është sistem është padhimbje. Do thotë është një proces i mundimshëm për pacientin se do të rinë shtrirë, do thotë 6 orë, 7 orë, 8 orë. E vetëm gjë më e rëndësishme që tash më e problematike është ajo shtrirë të ndemi. Dhimbje nuk ka. Trajtimi është 10 ditorsh që duhet të kenë kujdes klientat, do thotë të kujdesen për atë pjesën se nuk është lehtë, do të mirret nga pjesa e pasme e kokës, nga pjesa donuse, siç e kemi pjesën. Nga pjesa e pasme, gjithsesi, nga pacienti mirën flokët, nga pjesa e pasme dhe vendosen në pjesën para aty ku ka nevojë, eventualisht të them. Po nëse nuk ka flokë hiç pacienti? Atëherë nuk është i përshtatshëm për mbjellje të flokëve. A ndodh që ndoshta dikush mundet me pas qef me bë mbjelljen e flokëve po s'ka flokë, cila është ajo çfarë i thëni? Gjithsesi ka pacienta do thotë të cilët të interesuan, por nuk kanë pjesë donuse të mjaftueshme. Gjë e cila edhe neve na pengon pak, po është realitet, nuk mundem ta mashtrojmë thjesht apo të japim shpresa. Të cilat do thotë që nuk do të mund të realizohet. Dhe të bashkarisht e bisedoj me klientin, pacientin. Qysh keni funksionu, zotin Abazi, gjatë kësaj periudhe? Ke vështirë ndoshta pandemia prishi punë sa i përket krejt pacientëve mja u realizu intervenimin? Gjithsesi, do thotë si çdo sektor edhe sektorin tonë ka ndiku, do thotë pandemia, jemi mundu me qenë sa do thotë me mbrojt distancës, s'është ne kemi direkt lidhje do thotë direkte me pacientin. Do thotë ka ndikuar edhe tek ne do thotë kemi edhe klienta shumë nga diaspora, kështu që i përshëndes gjithë klientat tonë. Do thotë ata shkaku i fluturimeve është dashur të shtyjnë për një afat tjetër të caktuar mbjedhjen e flokëve. Do thotë po mirë është, tash me fillimin me hapjen do thotë fluturimeve, vetë se kam filluar, kontaktojmë rregullisht me klienta, jemi në kontakt rregull, do thotë që një vit të gjysmë funksionojmë këtu. Non stop jemi kontakt me ta, mundohemi të shtojmë kujdes edhe atyre të cilët e kanë bërë, se kemi pas fazën që ka ndodhur për shembull mbjedhja e flokëve në shkurt apo në mars, kemi hyrë në atë fazën e do thotë pandemisë të mbylljes të shtetit, kështu kanë pas edhe ata problem, po non stop kemi qenë në kontakte, jemi munduar që të krijojmë një kontakt sadoqoftë të ndijmë veten të sigurt që jemi këtu. Diskutuam pak për avancimin e teknologjisë dhe se sa ka arrit teknologjia që më u bë sot intervenimin në mbjelljen e flokëve. Po mundet me u avancu ende më shumë teknologjia? Tash te cilat pjesë ndoshta do thotë tash për momentin janë 2 teknologji të reja që do thotë për me sa kam dëgjuar dhe do thotë sa jemi të informuar në këtë rast. Teknologji më të re se metoda FUE me gjelbëra safir 3D dhe teknologjia DHI do thotë planifikohet do thotë që të bëhet do thotë të dalë edhe një teknologji tjetër do thotë klonimi i do thotë i grafteve, folikulave apo bulbave të themi.
Pa ajo është vetëm në fazën e provës, sipër, kështu që është një periudhë pak më e gjatë që nuk do të mund të hyjë në treg ajo njëherë për njëherë. Përderisa po flasim, një pyetje që në rrjetet sociale po besoj dhe jo bëhet juve shpesh është efektet anësore. Sa ka efekte anësore, përse para intervenimit çdo pacient pyet nëse mund të ketë efekte anësore intervenimi. Efekte anësore, në fakt, mbjedhja e flokëve është një proces mikrokirurgjikal, do të thotë është nuk mund të themi kirurgjikal, do të thotë nuk mund të kenë efekte anësore, asnjë efekt anësor nuk ka, për shkak se ranjët, graftet apo folikulat mirën nga pjesa e tij, e klientit dhe vendosen para. Ne zakonisht e bëjmë do të thotë analizat të cilat na interesojnë, hepatit B-ja, hepatit C-ja dhe HIV-i. Do thot ato 3 analiza i përfundojmë dhe e dim që çdo gjë rregull për nga infekcioni. Ndërkohë, zakonisht kemi disa pyetje që i trajtojmë klientave, që i shtrojmë faktikisht klientave, dhe deri më sot nuk ka ndodhur që të ketë ndonjë komplikim. Është proces shumë i thjeshtë, nuk ka kurfar komplikimi, askush nuk ka ndodhur në sektorin e mbjedhjes flokëve që të ketë ndonjë komplikim shëndetësor. Çdo gjë është krejt e rregullt sipas proceseve, nuk është e vështirë, thejmë thojza përveç shtritme ndajt shtator. Nëse i mbjedh ju në flokët sot, mbas save mundet me mdal. Mbas save muj me parë rezultatin në nën pasqyrë edhe me ulur të rrugë. 70% do thot rezultatet është një pas 6 muajve, ndërsa 98% pas 12 muajve. Po besoj që s'kam nevojë, se mirë. Jo, më çfarë. Që tu am ka ik pak ajo. Që aty pak të ka ik vegza, vetëm se mirë po, do të mundë me ta boni ndryshe pak, po s'ja vlen. S'ja vlen? Nuk ja vlen. Ndoshta mas do viteve. Mas do viteve, të shohim ç'është kjo. Te kur mundet me kohën ramja e flokëve kështu tek meshkujt e tek? Normalisht deri në 4-5 vjetëve se përfundon ramja. Pas në vakt edhe 20 vjet, Ka dikush që 20 vjet ka do thotë që vjen këtu. Është edhe ai rast. Është gjenetike më shumë. Gjenetike është. Shumë do thotë 70% 80% është gjenetike, ndërsa 20% është faktor tjerë. Definitivisht. Jemi drejt fund bisedës, kështu për fund, ndonjë mesazh zonja Navakazi? Këshill po besoj? Këshill, mos t'ju vjen marrë, mos t'ju vjen keq, gjithkush ka dëshirë me u duk bukur. Jeni në Vatanmed, klinikën turke, e cila me të vërtet kur suksese, jeni të sigurt, jeni më të mirët e botës. Faleminderit shumë zonja Navakazi për këtë bisedë. Faleminderit. Unë shijova kështu shumë sepse edhe për veti shakuria s'po se dhe shikust me ditë më shumë se për këtë trendi. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve.